Mjeku jep urdhër, ja 3 gjëra që nuk duhet i bëni pas orës 21. Asgjë nuk mund të zvendësojë një gjumë të shëndetshëm, kështu që kjo është një arsye pse duhet t'i dedikoheni edhe kësaj video për t'ju ndihmuar që të mësoni se nuk duhet të bëni këto veprime mbas orës 21, në mënyrë që ju të keni një mënyrë jetese më të shëndetshme dhe një gjumë më cilësor. Mos pini cigare. Ullumtimet kanë treguar se të pirë cigare vetëm një orë përpara se të shkoni në shtrat do ju bëjë që të nesërmen të jeni më të lodhur, pasi mund të ndikojë në fazën e REM-it të gjumit dhe ndikon edhe në problemet të pagjumësisë. Mos konsumoni mish për darkë pas orës 21. Nëse doni që të flini të qetë dhe të mos shqetësoheni në gjumë, mos konsumoni mish, sidomos atë më yndyr. Mos mbani rroba shumë të ngushta. Rrobat shumë të ngushta pengojnë ciklin e gjumit duke çuar në një temperaturë të rritur trupore si dhe duke zvogëluar nivelin e serotoninës. Pra rekomandohet që të flini me çorape dhe pizhama të rehatshme.